nga 10 oligarkët më të mëdhenj në Shqipëri, njerëzit më të pasur në Shqipëri, uroj ta transmetoni, se në qoftë se sa transmetoni, shkurtoni për herë tjetër, më mirë mos më pyesni. Këto janë gjëra që duhet thënë. Nga 10 oligarkë këtu në Shqipëri që janë të pasur, më të pasurit e Shqipërisë, 8 prej tyre nuk prodhojnë asgjë në Shqipëri. Marrin fondet publike, i qarkullojnë, i japin atyre që janë më poshtë, tyre më poshtë në formën e majës piramidës, dhe të gjitha këto fonde përdoren për një numër të caktuar oligarkësh. A prodhon ndonjëri prej këtyre oligarkëve ndonjë gjilper në Shqipëri? Jo. Po gosht? Jo. Po patkuj? Jo. Çfarë prodhojnë në Shqipëri? Nuk prodhojnë asgjë. Përkundrazi, oligarkët që qarkullojnë parën publike, dhe nuk është ajo, mos e kthe kokën me një antigazetare, nuk është para publike, është një para që e ke marrë borç për ta paguar 12.000 euro ke kokaime dhe kokajote, që janë aluan me një kokës kur kujtojmë borxhin e jashtëm. Se cili person, sa po të bjeri me kokën bam në tokë, ka 12.000, çdo shqiptar, 12.500 dollar borxh. Lind me borxh 12.500. Dhe ato lek i marrin këta të mëdhenjtë, oligarkët, dhe nuk prodhojnë asgjë në Shqipëri. Dhe përderisa nuk ka prodhim në Shqipëri, atëherë prandaj ikin njerëzit jashtë shtetit, prandaj lënë dhe prindet, prandaj lënë gjithçka, se s'duan as ata të lënë Shqipërinë, po nuk kanë ku punojnë.